Nga Prishtina në Washington e Tiranë për të mbrojtur ish liderët të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Hag. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama beson se fjalimi i tij para Trump dhe gjithë botës në bordin e paqes në Shtëpinë e Bardhë do të ndikojë tek sensibilizimi i gjykatës për të shpallur të pafajshëm Hashim Thacin dhe të tjerët. Përcolla botërisht shqetësimin ton kombëtar për maskaradën e pabesueshme të drejtësisë ndërkombëtare në Hag ndaj Hashim Thacit dhe çlirimtarëve të Kosovës. Kam besim se niveli i ri i sensibilizimit lidhur me atë gjykatë deri më sot pas një standard demokratik ku akuza dështoi me turp të provonte se UÇK-ja ishte një sipërmarrje kriminale dhe u lëshua në fund e dëshpëruar me kërkesën mizore për 45 vjet burg për Hashim Thacin dhe 3 udhëheqësit e tjerë të luftës shqiptare, do të ndikojë në përgjegjshmërinë e trupës gjykuese. Pozitive konsideroi edhe vizitën në Prishtinë, nga takimi me Vjosa Osmanin tek shkrirja e akujve dhe urimet me Kurtin. Rama zbuloi telefonatën nga burgu me Hashim Thacin në përvjetorin e pavarësisë. Në fillim e në fund bisedës, Hashimi më përsëriti fjalinë: unë e kam fituar për jetë lirinë dhe ku do të ndodhem, atë nuk ma merr dot kurrë askush. Sa për Shqipërinë, kryeministri komentoi draft rezolutën e Parlamentit Evropian, sipas të cilit është një sinjal pozitiv se Brukseli e mbështet ambicien për të mbyllur negociatat me Shqipërinë brenda vitit 2027. Kjo draft rezolutë është një tjetër sinjal shumë i rëndësishëm për publikun tonë. Shqipëria po ecën me ritëm, me qëndrueshmëri dhe me qartësi strategjike në drejtimin e duhur. Të njëjtën gjë konfirmuan takimet që delegacioni pluralist i Parlamentit Evropian zhvilloi në Tiranë gjatë kësaj jave. Ndër çështjet tjera ai foli për rritjen e pagave për policët, 167 milionë euro në fondin special të pensioneve, apo rjetëzimin e bulevardit Epidam në Durrës. Për kësaj radhe Edi Rama bëri veprimin e ri në podcast. Nuk harxhoi asnjë fjali për Sali Berishën. Mesazhi ishte i qartë: nuk kemi asnjë kohë për të humbur.